Atalanta u mund në play-offin e Champions League nga Dortmundi me rezultatin e pastër 2-0. Paraqitja e Berat Gjimshitit në transfertën e Dortmundit u vendos në qendër të kritikave pas ndeshjes, kryesisht për shkak të vështirësive në përballjet individuale dhe menaxhimin e hapësirave. Mbrojtësi shqiptar, një nga pikat më të qëndrueshme të repartit defensiv, nuk ishte në mbrëmjen e tij më të mirë, ku lëvizshmëria e sulmuesit kundërshtarit detyroi shpesh të largohej nga pozicioni i tij natyral. Mediat italiane kanë analizuar paraqitjen e mbrojtësit të kombëtares duke nxjerrë në pa të metat e këtij takimi. Daljet e shpeshta për të ndjekur kundërshtarin mes linjave krijuan boshllëqe në prapavi dhe ekspozuan skuadrën në momente tranzicioni. Në disa raste Gjimshiti u detyrua të rikuperonte me sprint drejt portës së tij, situata që vun në pa jo vetëm presionin fizik të ndeshjes, por edhe vështirësinë për të ruajtur ekuilibrin. Pavarësisht kësaj mbrëmjeje jo të lehtë, eksperjenca dhe roli i tij në skuadër mbeten të padiskutueshme, ku ndryshe nga hera e fundit që ishte ndër lojtarët me notën më të ulët, Gjimshiti ka qenë një nga lojtarët më të vlerësuar në skuadër pavarësisht rivalëve. Mbrojtësi kombëtares u vlerësua me notën 5.7 dhe vetëm sulmuesi i Atalantës, Scamacca, ishte një vlerësim më të ulët që shkonte në 5.4.